Bashkimin Evropian. Shqipëria nuk ka qenë kur për shitje dhe ishulli nuk jepet me qera. Ishulli është dhe mbetet pronë e shtetit shqiptar. Zvërnecje sipas Ramës po bëhet kurban nga jehona ndërkombëtare jo për shkak të mjedisit, por sipas shefit të qeverisë për një luftë politike kundër presidentit të SBA-s, Donald Trump. Fjala nuk është për Zvërnecin, këtu fjala nuk është për flamingot, këtu fjala nuk është për turizmin, këtu fjala nuk është për mjedisin, këtu fjala është për presidentin e Shtetit Bashkuar. Kjo lemeri në gjuhë huaja, në mbështetje të protestës, është projektimi i një lufte ideologjike që nuk është lufta e Shqipërisë. Edhe pse protestën orientoi vetëm si një zemërim ndaj mjedisit, me një fjali e pranoi që është politike. Këtu ka një këshill për protestuesit. Ikini hienave që ju janë mbledhur rrotull në jargët e asaj hipokrizie dhe të asaj urie për pushtet, të cilën e fshehin nën qeleshet që i vënë në kokë për herë të parë, apo nën flamujt që lidhin qafë. Forcat të ndryshme hedhin në bulevard Gurët, deri dhe nga Kosova dhe nga Tetova, ngatroni drejtimin nga i vjen rreziku natyrës, mjedisit dhe Shqipërisë. Po hajde bashkohuni me ne me Partinë Socialiste. Kërkesën e tyre për të dorëhequr nuk e merr parasysh, por ju kërkon protestuesve që të mos manipulohen nga armiqtë e Shqipërisë. Cili është djalli që po shfrytëzon një investim për një zhvillim turistik? Shlidhje ka Izraeli me investimin atje në Zvërnec. Kam dëgjuar ca molotovar edhe ca karneval që thonë nuk ka lidhje fare Irani këtu, se duhet jesh idiot që të mohosh përfshirjen aktive të një vendi armik, i vetmi vend armik që ka Republika e Shqipërisë. Këto deklarata Edi Rama i bëri në ditëlindjen e 35 të Partisë Socialiste, ku nuk i ngjasoi një feste me trokitje gotash, por socialistë të ardhur nga gjithë Shqipëria për të mbështetur leadershipin. Kemi ndjekur kështu të nderuar teleshikues deklaratat e dieshme të kryeministit Edi Rama në sheshin Italia kur u festua 35 vjetori i Partisë Socialiste. Anesi Baramemaj, ne jemi sërish në lidhje të drejtë për drejtë së bashku nga sheshi përpara kryeministrisë, bulevardi Dëshmorët e Kombit. Vazhdojmë bisedën tonë së bashku. Flasim tashmë për Partinë Demokratike, për demokratët. Anesi, që duket se kanë qasjen për të mbështetur këtë tubim, pavarësisht se një nga thirrjet e protestës është distancimi nga kryedemokrati Sali Berisha. Zoti Berisha prej disa ditësh tashmë ka qartësuar mendimin e demokratëve, ku ka kërkuar atyre që të jenë në sheshin para kryeministrisë. Sipas tij, të gjitha thirrjet që bëjnë në këtë protestë, të gjitha kërkesat e protestuesve janë të drejta. Edhe për atë thirrje që bëhet për të qenë ai në burg sipas protestuesve, zoti Berisha ka thënë që ato janë provokime nga opozitës dhe nuk do duhet që të ndalojnë demokratët të shkojnë në shesh. Sipas tij, ai ka përdorur dhe një shprehje prej disa ditësh tashmë që nga grupi parlamentar në konferencë për mediat, por edhe ditën e sotme në bashkëbisedim me qytetarët, ku ka thënë se gjethet nuk duhet që pengojnë madhështinë e trungut. Sipas tij, trungu është kërkesa për dorëheqjen e kryeministit Edi Rama dhe gjethet janë këto deklarata që vinë edhe kundër opozitës. U ka bërë thirrje ditën e sotme që të jenë demokratë në shesh dhe kjo thirrje duket se dëgjuar në sheshin para kryeministrisë janë një pjesë e deputetëve, antarë të Këshillit Kombëtar të kryesisë së Partisë Demokratike, por edhe simpatizantë të kësaj force politike. Por ju ftoj të ndiqni atë çfarë ka deklaruar zoti Berisha sot në mesditë. Pavarësisht këtyre thirrjeve që vijnë nga protesta, Sali Berisha fton qytetarët dhe demokratët të bashkohen të rinjve në sheshin para kryeministrisë. Lideri demokrat tha se kërkesat e të rinjve që po protestojnë janë të drejta, ndërsa thirrjet kundër tij i quhen të sponsorizuara nga ajo që ai e cilëson si opozita e opozitës. Nuk duhet që slogane me protagonist opozitën e opozitës apo grupuskulla të caktuara të dekurajojnë në asnjë mënyrë. Opozita e opozitës është vegël e qeverisë, po ju garantoj që nuk është gjë tjetër vetëm si ajo miza në shpinën e kalit, si thot Deni Diderot, që beson se e tërheq karrocën.
Prej vitesh, Berisha dhe Partia Demokratike kërkojnë qeveri teknike, por këtë herë lideri opozitar pret që protesta qytetare të arrijë këtë synim të tyre. Të imponohet një qeveri kujdestare për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo, mendoj unë, duhet të jetë misioni, se unë jam i bindur që ata janë qytetarë me shpirt demokrat, me shpirt demokratik, njerëz të rendit kushtetues, kështu që kuptohet që në pushtet arrihet nëpërmjet votës së lirë. Berisha thotë se tashmë qytetarët e kanë vrarë frikën, ndaj dhe kërkoi për demokratëve që të jenë në shesh. Bulevardin dhe rrugët e Tiranës u vra shtriga frikë. U vra frika nga të rinj dhe qytetarë shqiptarë. Dhe kjo e bën absolutisht të pashpresë Edi Ramën. Ndaj dhe njëherë, çdo shqiptar ka një moment historik të jap një dorë, të jap një krah suksesit të kësaj lëvizje. Lidhur me skenarët se protestat qytetare po tentojnë të kapet nga Rama, Berisha u bëri thirrje demokratëve të mos bien prek këtyre sloganeve. Ndoj që më anesi edhe këtë kronik të përgatitur prej teje më herët këtu në redaksinë e A2 CNN me deklaratat e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, ndërkohë tashmë do donim të dinim se çfarë po ndodh në vazhdim në sheshin përpara kryeministrisë, cili është plani për ditën e sotme, a do të ketë të njëjtin skenar edhe si 13 ditët e kaluara apo ka ndonjë ndryshim? Çfarë ke mësuar? Ngjashëm me 13 ditë e kaluara dhe ditën e sotme që pushën 2 javë nga nisa e kësaj proteste, skenari është pothuajse i njëjtë. Pritet të vijojnë deri në orën 21 fjalimet para kryeministrisë me folës të ndryshme, të parë të ndryshme nga për kauza të ndryshme, dhe vetëm për një kauzë, pasi tashmë siç e kemi thënë, kjo protestë është kthyer në një protestë me kërkesa politike, e mëtej pritet dhe marshimi klasik ku nuk dihet saktësisht itinerari se ku shkojnë qytetarët. Kemi parë që kanë shkuar ditën e djeshme në vendin ku u mblodh Partia Socialiste për 35 vjetorin e saj, ndryshe nga dita e një natë më parë kur shkuan deri në periferitë të Tiranës, ku arritën deri në dalje të kryeqytetit. Në pritet ditën e sotme të ketë të njëjtin, pothuajse të njëjtin itinerar ku qytetarët duan që të shkojnë dhe jo vetëm në rrugë kryesore, por edhe në rrugicat e Tiranës, që çdo qytetar të dëgjojë thirrjet e tyre dhe të bashkohet, pasi në gjatë marshimit është thirrja më kryesore që ajo bashkoni me ne apo çoni ka kafja, ku bëhet thirrje të gjithë qytetarëve që të bashkohen në marshim dhe të ftojnë dhe qytetarë të tjerë për ditën e nesërme në orën 18 kur është parashikuar tubimi i radhës. Ndërkohë, 2 gjëra të reja duket se janë vënë në re ditën e sotme, së pari shfaqja e flamurit britanik, pasi deri tani ka patur flamur të Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Bashkimit Evropian, po duket se flamuri britanik është shfaqur sot për herë të parë dhe një instalacion i veçantë i përgatitur nga një protestuese. Nuk e di nëse ke patur mundësi që ta shohësh. Është instalacioni i këpucëve, instalacioni që tregon shpopullimin e vendit, është bërthirrje që prej ditës së djeshme që çdo qytetar, çdo protestues të vinte me një palë këpucë të cilat kanë qenë të një familjar të tij, të përdoreshin prej tij dhe tashmë nuk përdoren më për shkak se ky familjar ka emigruar dhe nuk po kthehet më në atë ku akuzohet qeveria për keqeverisjen e vendit që ka larguar qytetarët. Ky është mesazhi që vjen nga ky instalacion për ndalimin e shpopullimit dhe për rikthimin e diasporës në vend ku sipas protestuesve Shqipëria është e shpopulluar dhe shkaktar ka qenë qeverisja në këto 13 vite pushtet të kryeministit Edi Rama. Anesti, unë të falenderoj për momentin, do të kemi mundësi të lidhemi sërish së bashku gjatë këtij edicioni qendror. Besoj se nga një pikë tjetër e protestës, deri atëherë mirupafshim. Të nderuar teleshikues, të vazhdojmë me informacione të tjera dhe ngjarje të tjera të ditës. Sot u zhvillua një protestë në Rjoll, aty ku po realizohet investimi turistik i konsideruar si një nga projektet më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit në veri të vendit tonë. Banorët që pretendojnë pronësi, mbështetur edhe nga disa aktivistë nga Tirana,